Pini një lugë uthull molle para gjumit dhe shëroni me njëherë këto 3 probleme. Do t'ishte e kohë të t'ju pyesim në qoftë se e njihni uthullin e mollës, pasi kemi folur shumë në video tona për këtë produkt të veçantë dhe kemi sjellë vazhdimisht video për të cilat flasim për përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i këtij lëngu magjik. E pasur me nivele shumë të mira të kalciumit, magnezit, potasit, florit, hekurit, fosforit, vitamina A. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, C dhe E, acidi acetik, pektin, beta-karotene të tjera, pa diskutim që ky produkt është mjaft fantastik për organizmin dhe si i tillë duhet të konsumohet në vazhdimsi të dietës suaj për të mbajtur larg komplikacionet e saj. Shtimi i uthullës së mollës në recetat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit, gjithashtu edhe një lehtësim të dukshëm kundër komplikacioneve të saj. Por përtej vlerave, uthulla e mollës përdoret edhe në kuzhinë, madje edhe në pastrim. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njerëzit, ku studime të ndryshme kanë provuar se konsumi një lugë dhe uthull molle të tretur në ujë mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin dhe të lehtësojë kështu komplikacionet e tij. Nëse jeni një adhurues i uthullës së mollës, dëgjojeni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar përfitimet kryesore që uthulla e mollës do të ofrojë në dobi të shëndetit tuaj. Uthulla e mollës do ju ndihmojë për të rënë nga kilogramet e tepërt. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi juaj. Ajo ka fuqi që mund të veprojë gjithashtu edhe në shpërbërjen e brumrave, kurse antioksidantët e uthullës së mollës, siç janë për shembull edhe pektin, i jep trupit ndjesinë e ngopjes. Kështu do ta keni më të lehtë të evitoni konsumin e kilogramëve të tepërt përmes ushqyerjes. Uthulla e mollës mund të jetë gjithashtu një ndikuese shumë e mirë edhe në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore, që mund të përdoret gjithashtu si një produkt fantastik edhe kundër virozave, gjithashtu edhe dhimbjeve të fytit. Ndaj përdorimet e saj lehtësuese mund të zgjidhin edhe çështje të tilla ushqyese. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e organizmit, ndaj përdoreni me kujdes. Uthulla e mollës ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në trup. Uthulla e mollës nxit prodhimin e insulinës dhe gjithashtu mund të shpërbëjë karbohidratet, toksinat që qarkullojnë në organizëm dhe çojnë në shfaqjen e diabetit. Uthulla e mollës largon erën e keqe të gojës. Era e keqe në gjuhën mjekësore njihet me emrin halitozis dhe mund të vijë si rezultati një sër faktorësh, përfshirë këtu dietën, ilaçet që përdorni, higjienën e dobët orale, gjithashtu inflamacionet të laktozës. Sëmundjet e mishrave të dhëmbëve e të tjera mund të jenë disa prej shkaktarëve. Uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet dhe t'i japë një ndjesi freskie gojës suaj. Uthulla e mollës ndihmon në lehtësimin e problemeve të gastritit të stomakut. Uthulla e mollës do të rivendosë edhe pH-in normal të stomakut dhe do të neutralizojë acidet gastrike që i vijnë gjithashtu me veprimet e saj antiinflamatore. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj mund të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës është një recetë e mirë shtëpiake që me përfitimet e saj mund të luajë një sër ndryshimesh pozitive për mbrojtjen e shëndetit. Njerëzit e kanë në përdorur atë ndërshekuj me radhë edhe në gatim, gjithashtu edhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojë një gamë të gjerë të komplikacioneve dhe të ankesave shëndetësore. Uthulla e mollës ka veti të mira antiinflamatore të shëndetshme që përfshin antimikrobikët dhe antioksiduesit e ndryshëm. Për më tepër, provat tregojnë se mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin dhe të lehtësojë kështu komplikacionet e saj. Uthulla e mollës sipas ulëntimeve të fundit rekomandohet edhe në terapi alternative.
Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore unike që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv të utullat që mund të jetë përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore, citon Brightside. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të këqija. Substanca kryesore që gjendet te uthulla e mollës, siç është acidi acetik, mund të vrasë bakteriet e dëmshme dhe të parandalojë gjithashtu shumimin e tyre. Ajo njihet si një dizinfektuese natyrale kundër këtyre komplikacioneve dhe sjell rezultate të duhura në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Uthulla e mollës është një produkt fantastik me ndikim të mirë për shëndetin dhe si e tillë duhet të përdoret gjithmonë në rekomandimet e duhura. Ajo mund të ndihmojë kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti, pasi vetëm në këtë mënyrë përfitimet e saj do të jenë vërtet unike. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Studime të shumta kanë treguar se uthulla mund të nxjisë edhe ndjenjën e ngopjes, duke sjellë kështu rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës është natyrisht acide dhe ka veti të mira antimikrobike. Kjo do të thotë se mund të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe të parandalojë gjithashtu edhe infeksionet e saj. Ndaj përdoreni me kujdes uthullën e mollës në mënyrë që të merrni edhe përfitimet e duhura. Uthulla e mollës është e pasur edhe me element të mirë të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv të uthulla e mollës është acidi acetik që i jep asaj edhe një formë të fuqishme të aromës. Studimet nxjerrin përfundimin se ky acid është përgjegjës për përfitimet e duhura edhe shëndetësore, pasi mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të vrasë bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në vrasjen e patogjenëve dhe disa llojeve të tjera të bakterieve. Uthulla e mollës mund të veprojë si një ruajtës ushqimor, pasi studimet tregojnë se ajo mund të ndalojë bakterie të tilla si Escherichia coli që rriten dhe prishin gjithashtu cilësinë e ushqimit. Uthulla e mollës ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Ulëmtimet kanë treguar se uthulla e mollës është një produkt fantastik me ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdorimi i tij me kujdes në dietat tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën ashtu si duhet. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të përzgjidhet gjithashtu edhe si një mbrojtëse më e mirë për shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të kolesterolit total dhe triglicerideve, lipoproteinave me dëndësi të ulët e të tjera. Ndaj shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj sipas vlerësimeve të vitit 2020, cituan se ajo është një mbrojtëse shumë e mirë e shëndetit dhe mund të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tyre. Shtoheni uthullën në përditshmërinë e dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe gjithashtu edhe lehtësuese për organizmin. Uthulla e mollës ndihmon në përmirësimin e dukshëm të shëndetit të lëkurës. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu si një trajtuese shumë e mirë e problemeve të lëkurës, si ekzema dhe lëkura e thatë, të cilat nëse mbahen si duhet, ato mund të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Aplikimi i uthullës së mollës të holluar në ujë mund të rivendosë ekuilibrat e pH-it në lëkurë dhe të forcojë gjithashtu barrierën që e mbron atë. Për më tepër, pastruesit alkalin dhe sapunrat mund të përmirësojnë ekzemat dhe të shkaktojnë gjithashtu një përmirësim më të mirë të lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.